Yndyrnat e mira si vaji i ullirit, avokados dhe i lirit, proteina cilësore të cilët ne duhet të konsumojmë dhe ulin e sheqerit. Dhe terapia me anë të mëlçisë, që pihet çaji i ithërës, lule radhiqja, artiçoka, pihet ashwagandha, konsumohet aloe vera, çaj jeshil. Dhe shtohen në qoftë se ke mundësi në aspektin suplementar për një kohë shumë të shkurtër, por nëpërmjet ushqimit, zink, vitamin D, B kompleks, omega 3 ose vaj peshku që është antiinflamator. Rritja e gjumit dhe fjeti i gjumit më shpejt, dhe që të bëjnë mbrojtjen e melaninës, që është mbroja inteligjente e lëkurës. Se ky është problemi kryesor. Në qoftë se duam që ta rregullojmë, do të shtojmë nivelin e antioksidantëve. Sepse lëkura që ka krijuar pigmentim është oksiduar. Është si puna e një produkti që kemi oksidim. Atëre ai fillon dhe oksidohet. Atëre baza kryesore janë antioksidantët. Në rast se ne marrim nivele të larta të antioksidantëve, si vitamina C, vitamina E, apo ushqime nga boronica, nga shega, nga perimet jeshile, apo nga gjithë të elementet që ne tham, atëherë ne kemi marrë nivel apo zink dhe selen, edhe selen, nëpërmjet ushqimit, atëherë këto janë antioksidantë real, të cilat ndikojnë dhe janë si roje nate për të rregulluar dhe për ta stabilizuar. Problemi është parandalimi. Çfarë duhet të bëjmë? Në fillim fare në mëngjes kur dini në diell, duhet pini një lëng karote, e cila ka nivele të beta-karotenit dhe është një mbrojtje e rrezeve ultraviolet, afërsisht sa gjithë kremat që ju përdorni në 10 vite. Vetëm një gotë lëng, në qoftë se pini një lëng karote. Dhe në qoftë se ju do shoqëroni në fillim fare një lugë vaj ulliri në mëngjes, e cila ka yndyrna të mira, në rast se ju do konsumoni dhe një lugë aloe vera, në qoftë se ju do konsumoni pak probiotik, edhe në qoftë se do pini edhe lëngun e karotës, ju keni bërë punën tuaj deri në mes të ditës me ushqimin për ta vënë këtë lëkurë. Kjo është një mbrojtje e cila rrallë mund të ndodhi diçka. Ka njerëz të cilët nuk përdorin kremra, mbase ju keni dëgjuar, unë kam dëgjuar 10 raste, nuk përdorin kremra dhe nuk kanë lëkurë me shenja. Pra fare krema kozmetik, sepse kremi ka dhe nivele të larta të ftalateve apo elementeve të kimik. Nga ana tjetër, gjatë ditës duhet konsumuar fara dhe ara, sepse mungesë e vitaminës F, F1-shit dhe F2-shit, mungesë e vitaminës E që merret nga farat dhe nga arat, duke u konsumuar në atë kohë, atëherë do bëjmë që suportimi për lëkurën dhe rrezeve të jetë shumë i mirë dhe pozitivitet edhe nga aspekti mendor dhe truri do të miqet. Pra ne vetëm do konsumojmë këto ushqime, por çfarë ti vendosin fytyrës, se në rrjete çfarë nuk ekziston, çfarë nuk thuhet me trende, me kremra, Po të flasim ne për ushqimin një herë. Pra mos konsumojmë pijet energjike në mes të drekës, ne konsumojmë pije energjike dhe kafe, duhan dhe alkool kur jemi në plazh. Ne konsumojmë patatina, ne konsumojmë ushqime pa vlerë, konsumojmë bukë dhe nuk konsumojmë proteina cilësore. Duhet proteina cilësore në plazh. Pra këto duhen konsumuar që ti mos kesh probleme. Dhe jo vetëm në plazh, por në përditshmëri. Po as me përthitjen e vitaminës D, as me plakjen e lëkurës, as me dëmtimin e lëkurës, as me kremin që mund të përdorësh në të ardhmen. Në qoftë se ti mendon që edhe pirja e ujit mjaftueshëm. Uji i mjaftueshëm është një nga gjërat më të jashtëzakonshme. Mundoni vini kapele, mundoni vini syze vetëm në kohën e diellës dhe syze s'bëjnë mirë, shmangni diellin e fortë në këtë rast, ulni nivelin e inflamacionit, sidomos sheqerit që ne tham, përdorni këto elemente dhe mos përdorni parfume në lëkurë, sepse këto do të përkeqësojnë lëkurën, dëmtojnë mikrobiomën dhe do të sjellin këto probleme.